Materiali quhet kështu pra, dashke të bësh shkrimtar. Nëse nuk buron prej teje, pavarësisht gjithçkaje, mos e bëj. Aq më pak nëse s'del pa marrë leje jashtë zemrës sate, mendjes sate, gojës sate, rropullive të tua. Mos e bëj. Nëse duhet të rish ulur me orë të tëra, me sy të ngulur në ekranin e kompjuterit, apo përkulur mbi makinën tënde të shkrimit duke kërkuar fjalë, mos e bëj. Nëse e bën për para apo emër, mos e bëj. Nëse e bën se dëshiron gra në shtrojën tënde, mos e bëj. Nëse duhet të ulesh atje ta shkruash e rishkruash, mos e bëj. Nëse e sheh si punë të vështirë vetëm kur e shkon ndërmend ta bësh, mos e bëj. Nëse e rrekesh të shkruash si çdo kush tjetër, lëre fare. Nëse duhet të presësh që të buças jashtë teje, ti prit durueshëm. Nëse s'buçet kurrë jashtë teje, bëj diçka tjetër. Nëse së pari duhet t'ja lexosh gruas sate, apo të dashurës sate, apo të dashurit tënd, prindërve të tu, apo kujdo tjetër qoftë, ti nuk je gati. Mos i si shumë të tjerë shkrimtarë. Mos i si ata mira njerëz që vetë quhen shkrimtarë. Mos i budalla, i mërzitshëm edhe fodull. Mos u venit nga vetkënaqësia. Bibliotekat e botës kanë hapur gojën në dremitje për tipa të ngjashëm me ty. Mos u ashto veten. Mos e bëj. Aq më pak nëse s'del nga shpirti si raket, aq më pak nëse duke ndenjur pa lëvizur nuk mund të të çojë në çmenduri, vetvrasje apo vrasje. Mos e bëj. Nëse dielli brenda teje nuk është duke djegur rropullit, mos e bëj. Kur t'jetë vërtet koha dhe nëse do t'jesh para zgjedhur, do të bëhet vetë e do të vazhdoj të bëhet derisa të vdesësh ti apo të vdes në ty. Nuk ka tjetër udhë, e as që ka patur